Një rrjedh ndërkombëtar droge i përbër kryesisht nga shtetet shqiptar është goditur pas një operacioni të përbashkët mes prokurorisë së posaçme dhe autoriteteve finlandeze. Hetimet nisën më 29 qershor 2023 pas një kërkese për bashkëpunim nga policia e Finlandës për hetime mbi trafikimin dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike në territorin finlandez. Në fokus ishin grupe të strukturuara kriminale të organizuara dhe drejtuara nga shtetet shqiptar në bashkëpunim me persona nga Finlanda, Evropa dhe Azia. Substanca narkotike, mes tyre kokain, amfetamin, kanabis, ekstazi dhe substanca psikotrope, trafikoheshin nga Olanda dhe Spanja dhe shpërndashin në disa qytete të Finlandës përmes një rrjeti të mirë organizuar shpërndarësish. Më 21 nëntor të vitit 2023, u ngrit një skuadër përbashkët hetimore me SPAK dhe policisë qendrore kriminale të Finlandës, si dhe strukturave policore të rajonit jugperëndimor dhe Helsinkit. Gjatë 18 muajve të hetimeve intensive, u përdorën metoda speciale si përgjime telefonike dhe regjistrime të fsheta fotografike dhe filmike, ndërsa informacionet dhe provat u shkëmbyen në koreale me Byron Kombëtare të Hetimit të Finlandës. Nga provat administruar rezulton se gjatë viteve 2022 dhe 2024 kanë vepruar 4 grupe të strukturuara kriminale me antar shqiptar dhe të huaj. Këto grupe kishin karakteristik bashkëpunimin mes tyre dhe në disa raste, antar të një grupi vepronin dhe për llogari të grupeve të tjera. Një pjesë e tyre janë arrestuar dhe dënuar nga gjykatat finlandeze. Ndërkohë episodet më të rëndësishme të dokumentuara nga ky hetim përfshin trafikimi dhe më pas shitjen e rreth 400 kg amfetamin, mbi 500 kg kanabis, sasi të konsiderueshme kokaine, shpërndarje të tabletave ekstazi dhe substancave të tjera të ndaluara në Helsinki dhe qytete të tjera. Më 2 qershor me kërkesë SPAK, gjykata e posaçme vendosi masën e sigurimit arrest në burg për 11 shtetas shqiptar. Të nesërmen më 3 qershor u ekzekutuan masat për 9 prej tyre, nga hetues të BK-s dhe strukturat e policisë së shtetit. Gjatë ekzekutimit të masave u shtruan kontrolle në banesa dhe ambiente biznesi. U sekuestruan 8 automjete, 13 telefona celular, prova shkresore të ndryshme. Mirë, ky është inserti, pra ky është operacioni që është zhvilluar nga SPAK në bashkëpunim me autoritetet e Finlandës. Sokol, tani, çfarë është ky operacion? Çfarë goditi edhe sa impakt kishte ky grup kriminal, këto 4 grupe? E para më lejo të them që Maduro nuk ka vetëm Venezuela. Maduro ka Shqipëria pafund. Maduro dhe gjithë Maduro të tjerë, që i bëjnë shqiptarët domethënë në çdo gjë që mund t'i kapin, i bëjnë si bosët më të mëdhenj, ku e di unë. Ndonjëherë po të lexosh mediat shqiptare janë aq qesharake, sa ti thu, ore ky El Chapo kush është apo? Ta kapim ta rrafim në ditë me gjithë çunat. Qesharake, shosh ti, mbytën Finlandën me drogë, janë nishat e Finlandës. Ku di unë ku i gjejnë këto? Ku di unë si i sajojnë në këtë? Nuk kam parë kur një dëshirë kaq të madhe për ta shkatruar emrin e dëshirës, domethënë për të qenë shqiptar. Ku mbytën këta Finlandën me 500 kg amfetamin dhe kanabis gjithsej? Tani ka 2 gjëra. O e bëjnë këtë për të bërë hero Altin Tumanin, o e bëjnë këtë për klik. Në të dyja rastet janë të gabuara. Në çdo rast duhet ta vlerësojmë hap pas hapi. Po më shesin drogë si gjithë shqiptarët e tjerë. Sikur t'i bëjmë të 22.000 shqiptarët janë duke shitur drogë çdo ditë, e di si i bie, Shqipëria ka 22.000 El Chapo. Se kështu i bie. Çdo njeri që kapin me ca kile, domethënë e bëjnë nishi i kësaj, mbyti këtë. Disa Escobar ka Shqipëria, të Ballkanit dhe të Europës. Ja 20 ka pagzu media. Me pyet në njëri nuk i di kush janë. Se u di njëri emrin. Escobar i Ballkanit, Escobar i Europës, El Chapo i Venezuelës. Ku di unë një dëshirë e madhe për të kap një hallëxhi dhe për ta bërë në fund fare, siç thon avokatët, këta s'kan as lek me pagu avokatët nëse ne ku shkojmë burg. Ky grup kishte ndikim fakti që autoritetet finlandeze kanë kërkuar bashkëpunimin e SPAK për ta goditur si strukturë. Normalisht, sepse cila është logjika e shqiptarëve. Kur ti e bën mu në një vend, ti largohesh dhe drejton nga Shqipëria. Ta marrte një traqme me historinë e Italisë. Kush e drejtonte trafikun në Italisë? Jo ata që u arrestuan. E aq më pak Paxholi. E drejton dhe Visipojës nga Shkozeti. Ama ai nuk shkonde kur në Itali.
Dhe nuk shkonte kurrë me i thënë dikujt që me sa do ta blesh. Dhe këtë të Finlandës e kishte dikush që jeton në Shqipëri. Atëherë Finlanda, duke parë që ata që kanë në shitje, janë vetëm shitës të vegjël, kërkon për të goditur njeriu që i ka çuar dhe njeriu që ka bërë lidhjet. Shiko Finlanda, sidomos në kohët e fundit, që ka një rrezik nga Rusia, dhe për të arsye u fut në NATO, ka rritur ndjeshëm të gjitha strukturat e sigurisë për çfarë futet në Finland. Nuk mund të futësh drogë kollajn në Finland edhe të mos ta di polici. Se nuk ja fut dot. Në bashkëpunim me policë korruptuar e futi edhe drogën në Finland. Tani ky është një rast si gjithë rastet e tjera. Deri në Finland, nuk kisha bërë vaki domethënë. Kudo më në Finlandë, Norvegji ka patur, kudo më ka shqiptar. Ku shitet drogë ka, ku ka vende të cilat kanë para të madhe si s'do ketë. Do një nga këta mendon se mund të jetë kryesori gjithë historia nga këta. Besoj që kryesori nuk rrin në Finland, se e di fare mirë çat pret po u dënove aty. Jo, ekzekutimet e masave janë bërë këtu në Shqipëri për ka. Po ekzekutim masash prapë. Prandaj Finlanda ka kërkuar një bashkëpunim me SPAK-un. Kështu që ajo është një çështje e kaluar, nuk është një çështje në ka ndodhur më përpara, nuk ka ndodhur. 2022-2024. Pa, pra japin. Hetimi 2023 që ka nisur. Do më thënë, në ai i zhdukur edhe nga Finlanda nuk po shet më. Edhe i bëjnë kështu në absolutisht që prokuroria speciale, shtetet, këtë punë kanë. Ta arrestojnë trafikant droge në mënyrën e vetë. Por ne mos i japim kështu sikur këta vendosnin çfarë do bëjnë në Finland, se ndonjëherë jam të fiks Maduro. Gjeti një Alixhi që ishte i dënuar për trafik droge dhe tha, erdhi për të më rrëzuar mua nga pushteti. Mendon ti që vati një shqiptar me shit drogë në Venezuelë me një lagje atje, edhe vati me rrëzu Maduro nga pushteti. Ka 20 vjetë CIA nuk po e rrëzon dot, me gjithë Hugo Chavez. Shkon një shqiptar me durë në xhepa dhe rrëzonte. Pralla më bërë. Shiko, ka një gjë në logjikën. Unë nuk e kam parë mediat finlandeze, por jam shumë i sigurt që kanë qenë serioze në rastin konkret. Shiko, historia e shqiptarëve është e tillë. Pa aftësitë, policitë vendase janë ngarkojnë shqiptarë, pa aftësitë e tyre. Sa herë që nuk godasin dot trafikun e drogës, krimin që po urritet në vend, krijojnë alibi me shqiptarë. Përse pikërisht ne? Është më e thjeshtë. Mos jemi shumë të përfshirë. Jo, të përfshirë mund t'jenë. Është si logjika. Ndodh një krim në Itali, po pati 5 emigrantë, shifjen këta shqiptarët nëse kanë bërë. Po të them se jemi krijuar stereotip. Po pse thua ti në Shqipëri për ndonjë gjirokastrit që është kurnac? Stereotip. Stereotip. Po mund edhe të ndodhi. Se vërtet është e tillë. Pra thua dhe për shqiptarët? Se thua ti për një përmetar që është njeriu më i qetë në botë? Stereotip edhe ky? Po stereotip është dhe me një tropojan. Stereotip është dhe me një çfarë duhesh ti dhe me një krutan. Me stereotipet që më së shumti na e ka lënë Fanoli me atë poezinë e tij të famshme. Po stereotip është dhe që lushanët janë frikacak. Po nuk është kështu. E qartë. Se ka ndryshime. Dhe stereotipi, ama, është që shqiptarët e kanë shpërndarë emrin e tyre. Pse nuk është stereotip që ende na quajnë një mafia me besë, me kodë nderi. S'ka janë kërçap na tregoi, e vret në darkë, shkon e qanë varrim të nesmen, edhe tallet me gruan e viktimës në ndonjë moment. Po sa filma janë bërë tani që shqiptarët, mafia që nuk tregon me besë, me kode, të dhjefsha kode dhe besën e këtë. Ne pa. Në qartë. Këta s'kanë guxim as me i çu fjalë tjetrit të vrava. Po i shkon në varrim edhe bën sikur qanë. E fut dhe në halle. I thot, më duket se ta ka vra filan. Do kemi pjesën e fundit, do hym pak për ta parë atë histori. Premçi, tani për të hyrë të diskutimit, disa
goditja bërë kur shqiptarët rezultojnë të përfshirë në rrjetet ndërkombëtare të trafikut të drogës. Tani ç'ishte ky rast? Si siguroi droga? Sa impakt kanë shqiptarët në këtë histori? Shiko, unë pajtohem pothuajse gati 100% me Kolin në interpretimin e çështjes që mafia shqiptare, mafia shqiptare, po furnizon me drogë gjithë botën. Se kështu është krijuar përshtypja tani. Duke filluar nga Madura deri tek ministra dhe sekretar shtetësh që e kanë njollosur figurën e shqiptarëve, qoftë me kalimin e paligjshëm të kufive e deri tek aktiviteti me drogën. Një kohë kur ne shqiptarët, sikur 1,5 milion shqiptarët që janë bashkë me kalamajt, me fëmijët, me gjithçka që janë jashtë shtetit, po të merreshin me trafikun e drogës, nuk do të mund ta furnizoshin botën me drogë. Se jemi shumë pak ne. Jemi shumë pak. Çuditërisht po bëjmë emër për një arsye. Unë di një statistikë të saktë në kuptimin e saj që grupet e shpërndarjes së drogës të shqiptarëve janë struktura besnike që të garantojnë destinacionin dhe të garantojnë furnizimin me cilësi. Grupet shqiptare janë të vështira sepse janë shumë grupe të cilët nuk kanë krijuar formën e një grupi të strukturuar ose mafje që të mund të jenë të organizuar dhe ti provosh se janë të organizuar, të mirë organizuar për t'i dënuar nesër me 20-30 vjet të burg siç ndodh me të tjerët. Më së shumti, nëse ju kujtohet kur erdhi ministri i Brendshëm Taulant Balla, filloi një luftë të ashpër kundër shpërndarjes së drogave në shkolla. Po, operacioni Tempulli 1 dhe Tempulli 2 që goditën. Dhe u kapan vetëm kështu shpërndarës. Po. Po nuk u kap asnjë nga ata distributorët, shefat e distribucionit të këtyre. Edhe në këtë rast, unë nuk di ndonjë nga këta që të aktivitetin Finlandës që t'ishte në një nga këto organizatorët ose kryetar grupi. Vetëm u tha që droga hashashi merrej nga Spanja, e kultivuar në shtëpi bari, dhe u tha që kokaina ngarkoi tek në Holand. Dhe e drejtojnë shqiptarët. Kush janë drejtuesit? Unë s'e kam marrë vesh akoma kush ishte drejtuesi i këtij grupi të strukturuar. Nëse bëjmë fjalë për një grup që merr ka drogë dhe furnizu ka gjithë Finlandën. Spak thotë është i mirë organizuar, ë? Spak thotë që është i mirë organizuar si grup. Po kush është kryetari? Nuk e thot. Domethënë ka bërë vetëm renditjen. Pse se thot Spaku? Se Spaku nuk na thot kreun e grupit që drejton aktivitetin e drogës në Finland, nuk na e thot Spaku. Spaku asnjëherë nuk na çoi te koka e inceneratorëve. Që i ka me dokumenta. Na çoi ndonjëherë? Jo. Po Spaku na çoi ndonjëherë te koka e koncesioneve? Që shpërdoron 1 miliard të shqiptarëve, 1 miliard euro të shqiptarëve, me 10 koncesione, nuk na çoi asnjëherë te koka. Pra, nëse organet e ligjit, unë e kam mbështetur dhe vazhdoj ta mbështes Spakun, sepse është institucioni më i besueshëm në perceptimin publik, edhe duhet një institucion i ri që të mbështetet nga opinionet të paktën që japim në televizione. Problemi është që Spaku nuk mund të konsiderojmë më për herë të ri. Spaku në një çështje të vetme, pa deklarimet e Dumanit të penduar, të Nuruddin Dumanit, dhe pa deklarimet e Alibejit të penduar, po duhet na çojë në një çështje vetë Spaku te koka e grupit kriminal. Çfarë tengon? Ajo që kush është shef? Po janë pralla më shumica më kupton pra? Pra nëse nuk na çon te koka, bjen fabula e grupit të strukturuar, grupit të organizuar, grupit të mirë organizuar. Ti mund të përdorish terma sa dush, ande. Për ta shitur gjën, për ta shitur publikisht, që kishte një grup të strukturuar, të mirë organizuar, po këtë organizim kush e bante? Si puna e asaj protestës që bën studentët në vitin 2018, që nuk duam mbështetje politike, nuk kemi kokë, kemi vetëm këmbë dhe u sfumuan pastaj edhe ne pritëm gjëra të mëdha dhe nuk ndodhi asgjë.
Pra, po e bëj një paralelizëm që nuk shkon. Por nëse një grup është i mirë organizuar, nëse një grup është i mirë strukturuar, duhet të ketë kapon, duhet të ketë 3 boshtet, njëri të komunikimit, njëri të sigurimit, mallit, njëri tjetrit, edhe pastaj në grupin që merret me lëvizjen e hashashit nga Spanja drejtim Hollandës dhe pastaj nga Hollanda drejt Finlandës dhe të kokainës që vjen nga X, nga Shqipëria apo nga Durrësi apo vjen nga Kolumbia apo vjen nga Turqia dhe pasi e grumbullon ose e parkon në Hollandë e çon drejt Finlandës. Pra ne nuk e kemi këto grupe të mirë organizuar, të mirë strukturuar dhe nuk kemi kapon. Ne s'kemi asnjë nga këto. Këtu na shitet sikur shqiptarët janë, le të themi, kokat e gjithë gjës, të paktën nga njoftimi që s'pak sjell. Ti e mendon që shqiptarët mund të jenë kokat e një grupi të strukturuar kriminal që operon në një vend si Finlandë që standardet e jetesës janë ku e ku krahasuar me çdo vend tjetër, ëh? Mund të mendoj dhe nuk do ta pranoj kurrë në kurrës që një grup i strukturuar kriminal, i krimit organizuar, i trafikut të drogës zotron 100% qoftë edhe i qytet në Itali, po Firenze. Po supozoj. Se nuk mundet ta bëj. Pse? Sepse e para jemi të fundit që jemi futur në lojë. E dyta, territorin e influencës nuk ta lëshon shumë lehtë kush. Ne e dim se kush i ka zotruar. Ne e dim se sa të fuqishme ka qenë grupet serbe. Ne e dim se sa të fuqishme ka qenë grupet ruse. Ne e dim se sa të fuqishme ka qenë grupet bullgare dhe grupet rumune. E kupton? Ti sot nuk mund të thush në mënyrë kategorike që Laprakën e zotrojnë shqiptarët, po themi Laprakën. Marrim si shembull. Si shembull, e zotrojnë. Pra nëse një lagje të Romës e zotrojnë shqiptarët, unë nuk mund ta besoj. Ata mund të zotrojnë 2 rrugica, 3 rrugica, një grup i caktuar, ka kapur 2 rrugica që kanë qenë jashtë influencës, është shtuar numri i personave që kanë kërkesa për të blerë mall dhe janë futur në lojë shqiptarët. Dhe ndoshta hap pas hapi mund të jenë shtuar 5 rrugica, 6 rrugica, 7 rrugica, sepse mund t'i lëshojnë ca grupe sepse kanë interesa të tjera më të mëdha në një drejtim të caktuar. Unë të vetmen gjë që e kam të konfirmuar, grupet e vogla të shqiptarëve që merren me kokainën dhe heroinën janë shumë besnik në garantimin e vazhdueshmërisë së sigurimit të mallit dhe të cilësisë së mallit. Këtë e pohojnë. Dhe për këtë arsye prishin shumë punë. Shqiptarët prishin shumë punë në raport me rrjetet e tjera, sepse duke qenë me të besueshëm, krijojnë, shtrinë influenca dhe zgjerojnë territore. Po jo të arrin të zotrojnë një qytet të madh, apo të arrin të zotrojnë gjithë Finlandën. Po Finlandën para 2 vitesh, kush e ka pas furnizuar me? Apo s'është përdor fare kokainë dhe heroinë në Finland? Pyetje. Pyetje këtë thjesht. Pra ky grupi shqiptar ka vetëm 2 vite që vepron në Finland. 2022-2024 deri para 10 vitesh nuk e pas asnjë shqiptar në Finland. Kosovar ka pas në Finland. Kosovar ka patur në Finland. Shqiptar s'ka patur në Finland. Fare, zero. Edhe po kanë qenë 5-6 vetë që kanë shkuar me punë të ndryshme, që kanë bënë me punë inteligjencë dhe profesionet ndryshme, po jo me trafik droge. Pyetje është 2 vite ka që e ka marrë shqiptarët. Kujt ja marrën? Kujt ja morën po stafetën? Kush e zotronte? Kush e furnizonte Finlandën? Finlanda nuk është Shqipëria, nuk është 2 milion banor, s'është as 3. Kush e furnizonte me drogë? Pse duhet ta ham këtë karremne, këtë propagandë? Sepse lind pyetja, ore Spaku, ç'ne bëri pushim Spaku 2 muaj gjatë fushatës së zgjedhjeve? Dhe la të hinë lara e bala që thot populli, edhe nuk goditi fare. Fillma zgjedhjeve, u godit grupi i troplimi, aty ishin. Bile madje ishin me mas arresti, ishin me urdhër arresti të firmosur. Edhe nga gjykata, 22 ditë përpara. Po nuk u goditen. Tani, kjo është strategji. Është strategji për të marrë klikime, për të marrë vlerësime nga popullsia që nuk është në nivelin tuaj,
për të krijuar percepcionin. Unë thash, ne SPAK unë do ta mbështesim se s'ban. Jemi të detyruar ta mbështesim, po dhe ndjejmë shpirtërisht dhe profesionalisht për ta mbështetur. Por në SPAK ka selektime. Në SPAK ka 2 standarde. Në SPAK çështjes Finlandës i shkohet në fund për 24 orë. Çështjes tjetër nuk i shkohet fare. Çështjes që ka me përgjime nga anglezët edhe nga italianët i shkohet deri në fund. Çështjes që ka filluar, çështjet që kanë denoncuar qytetarët shqiptar, politikanët shqiptar, opozitarët shqiptar, nuk është regjistruar çështja fare, ose është mbyllur dosja dhe pret hapet mas 10 vjeç. Çështjet që e kemi me live me të folur nga kryeministri i Shqipërisë, të gjithë ministrat pa përjashtim, me 10 deputet, 184 dhe 339, se qumë deri në fund. Përse nuk e quam? Andi, a mund të themi që unë them banda më e madhe në Shqipëri dhe prej shqiptarëve është qeveria shqiptare. Absolutisht. Ore ka groposur miliona euro me koncesionet fiktive, me koncesione korruptive, me koncesione që nuk dihet se çfarë bëhet me lekët e shqiptarëve, që shqiptarët nuk po ndjen një ditë të lumtur që ta fillojnë rrugën nga Tirana të shkojnë këndshëm në Shkodër, ose nga Tirana po duhet të ecin nëpër Rënoja, edhe për të shkuar në Vlorë. Shkoti, merr rrugën sot edhe shko deri në Durrës. Edhe shikoje, au superstradën si është bërë. E bëj për ditë unë prind që atë punë. Po që se e bën për ditë, jemi bërë mjeshtrat për mua, grup më të strukturuar, kriminal, se qeveria shqiptare nuk ka. I marrin të keqen grupit të trafikantëve drogë, kemi folën për trafikantët e drogës, do flasim, është një veprimtaria e paligjshme, nuk duhet pajtohemi edhe si qytetar, edhe si ish oficera policie, por kur ta vesh në Kandar grupin kriminal që e marrë me shpërndarjen e drogës në Finland me qeverinë shqiptare, direkt Kandari thyhet në mes nga ana e qeverisë shqiptare, sepse peshon më shumë kriminaliteti i qeverisë shqiptare në raport me paranë publike, me taksat e shqiptarëve, me aktivitetin e paligjshëm të kontrabandës, me kontrabandën e naftës, me kontrabandën e cigares, me kontrabandën që bëhet për naftën që nxirret në Shqipëri e përpunohet dhe futet në treg në mënyrë ilegale, me gjithçka të zezë në Shqipëri, me licencat e hashashit, me favorizimin, me poshtrimin e sistemit të votës në Shqipëri. Grupi kriminal më i keqi është qeveria shqiptare. Faleminderit Prençi.